Duket se situata me motin e keq është qetësuar disi ditën e sotme, por shumë zona të vendit janë duke u përballur me pasojat dhe dëmet. Rreshjet e forta ditën e djeshme në njësinë administrative Mamurras kanë sjell probleme të shumta në kulturat bujqësore nga dalja e lumit Droj. Niveli i ujit në borë ka qenë 1,20 m, qitum pak në rrugë 3 metra, 2 metra gjysmë ujë. Vene ka qenë 1 metër, vene këtu ku e mundësit, mbi fjalë ka qenë 70 cm. Ata tregojnë dëmet që ka shkaktuar ujë dhe për baktit. Ka pësh një 70 quintal misë e hime, edhe vishat i ka mujë shefen e vetë. Po e do e ka shkatru kretë, 1.500 nga jonjë. Ditën e sotme niveli i ujit në shtratin e lumit ka rënë dhe një pjesë e mirë e ujit është larguar nga tokat. Autoritetet në këtë njësi administrative kanë mundësuar një sër mjetësh me inerte në bllokimin e argjinaturës ku janë shfaqur probleme gjatë ditës së djeshme që sollën përmbytje. Probleme janë konstatuar edhe në shumë qarqe të tjera të vendit ku po punohet për normalizimin e situatës në zonat e prekura nga moti i keq, sigurimin e akseve rrugore dhe rikthtimin e energjisë elektrike. Në qarkun Lezhë po vjon puna për sigurimin e kalueshmërisë në segmentin rrugor Skuraj-Gallat, në njësinë administrative Milot, si dhe në njësinë administrative Kaçinar, ku ura në fshatin Shpërdhez u dëmtua nga rreshjet me intensitet të lartë. Në Durrës në njësitë administrative Sukth, Katundiri dhe Ishëm është drejt normalizimit. Ujërat janë tërhequr nga zonat e prekura, niveli i ujit në Lumej-Terzen dhe Ishëm është brenda kuotave normale. Në segmentin rrugor Gjirokastër-Tepelen ka pranitë të shtuar ujërash në urën e Kardhiqit dhe në rreth rrotullimin e urës së lumit në qytetin e Gjirokastrës. Vjojnë punimet dhe për pastrimin e inerteve në segmentin rrugor Elbasan-Peqin, në vendin e quajtur Murraç, si dhe në segmentin Elbasan-Librasht. Situatë problematike shfaqet dhe me prurjet e Vjosës që janë shtuar ndjeshëm dhe rrezikojnë të përmbytin një pjesë të zonave ku kalon. Prurjet e lumit po rriten nga ora në orë dhe i është bërë thirrje banorëve pranë rrjedhës së lumit që të marrin masa për evakuime teksa po monitorohen prurjet. Ekipet e OSHE-s po vjojnë punën për rikthimin e furnizimit me energji në fshatrat Skuraj, Vinjoll dhe Gallat në qarkun e Lezhës, në njësitë administrative Topojan, Shishtavec, Zapot, Bytyç dhe Lekbibaj në qarkun e Kuksit, në njësinë administrative Hajmel dhe Vikmnel, si dhe në Iball dhe Qafmali në qarkun e Shkodrës, në zonën Maricaj me Maliaj në qarkun e Gjirokastrës.